Vëmendja e opinionit publik është e përqendruar tek 11 maj se si palët politike janë duke e para të, e mbi të gjitha opozita e cila deri në këtë momente ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për pavlefshmërinë dhe për përsëritjen e procesit zgjedhor në disa qarqe, duke përfshirë edhe Tiranën. Nga ana tjetër kemi 3 bashki të cilat janë pa kryetar, madje 4 me Tiranën në total, Bashkia e Tiranës që ka kryetarin në burg, Bashkia e Beratit, të Tepelenës dhe Matit, ku kryebashkiakët e tyre dha ndërheqjen dhe të 3 u zgjodhen në e Partisë Socialiste si përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë të pasështatorit në vazhdim, por gjithashtu ka edhe disa pikpyetje të tjera ligjore në lidhje me këtë proces, të cilat kanë kënaqësinë të diskutojnë në një komunikim të drejtë për drejtë këtu në studio me zotin Krisaq Kume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmbrëma zoti Kume, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Mirëmbrëma. Fillimisht, duke ju referuar të gjitha pretendimeve që ka opozita, ka kërkesë për parregullsi në disa qarqe, ka kërkesë që të përsëriten zgjedhjet në disa qarqe. Sa gjasa ka premtimi i tyre për zgjedhjet parakohshme dhe qeveri teknike, dhe ndoshta fusim pak, mund na duhet një koment i juaj edhe për reagimin ndërkombëtar për këtë zgjedhje, referuar ndoshta më shumë asaj se çfarë tha ambasada amerikane në njoftimin e fundit. Pra, procesi zgjedhor tashmë ka hyrë në një fazë, që është faza e fundit e tij, por që është po aq e rëndësishme sa fazat e tjera, faza e paraqitjes së ankimimeve, shqyrtimeve administrativ dhe ligjor pastaj të tyre, dhe pas përfundimit të gjithë kësaj faze, do të kemi shpalljen e vendimit përfundimtar të zgjedhjeve, që është edhe në fakt certifikimi i rezultatit. Në qoftë se trajtimi i ankimeve nuk do të bëjë që të merret vendime për të mos njohur rezultatin zgjedhor të arritur në zgjedhjet e 11 majit në të gjithë vendin ose në një si të caktuara. Po, disa deri tani po më gjas po do të bëj kërkesën në gjithë vendin. Pra, po ti referohesh asaj se çfarë parashikon dhe përcakton ligji dhe asaj çfarë është duke ndodhur, jemi në kushte të fara normale. Po zbatohet hapësira ligjore, mundësia ligjore, atë çka ligji ka parashikuar si pjesë të procesit zgjedhor nga subjektet zgjedhore që në këtë rast janë subjektet zgjedhore që i takojnë opozitës. Shiko, në qëndrimin që mbahet ndaj një procesi zgjedhor, për mua ka dy qëndrime të cilët janë komplementar me njëri tjetrin dhe që janë vazhdimisht prezent në çdo lloj procesi zgjedhor. Qëndrimi i parë ka të bëjë me shprehjen, deklarimin e atyre që quhen perceptime, e konsideratave, e opinioneve për atë që ka ndodhur në procesin zgjedhor, të cilat si rregull janë produkti i vëzhgimeve që bëhen. Dhe që në fund të tyre kanë si rezultat vetëm raportet për atë se sa dhe konsideratat që jepen për atë se sa dhe si procesi zgjedhor arrin që të zhvillohet në përputhje me kërkesat e standardeve ndër të gjithë pranuara. Kjo është punë që zakonisht e bëjnë vëzhguesit e pavarur, vendas, ose vëzhguesit ndërkombëtar, por po ashtu e bëjnë edhe partitë politike, të cilat në mënyrë të vazhdueshme në çdo proces zgjedhor. Sapo arrihet të kuptohet se cili është rezultati, apo fillojnë pastaj me pretendimet e tyre. Njëra palë, fitusja deklaron plotësim të standardeve, realizim proceset zgjedhore ashtu siç duhet dhe siç e kërkojnë, apo jo. Dhe pjesa pastaj fillon. Por të gjitha këto thash, këto japin vetëm produkte që janë opinione, kurse pjesa tjetër është qëndrimi që dahet ndaj procesit zgjedhor mbështetur në prova dhe në fakte, të cilat nuk mjaftojnë vetëm si tilla se nuk bëjnë asnjë gjë, në qoftë se nuk paraqiten në institucionin e përkatës, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra që të bëhet takimi, të shqyrtohen nga ato, të gjykohen për ty dhe të merë vendimin. Vetëm atëherë quhet i përfunduar dhe me efekt. Nga sa keni parë nga këto që thot Partia Demokratike, ka të drejtë ligjore apo duhet parë pas çdo provë që paraqet për përsëritje të zgjedhjeve në ndonjë prej qarqeve në pretendimin që ajo ka? Jo, unë di të them këtë tjetrën, jo këtë që thonë, jo faktin që Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë është shumë i ngurtë, si thua, dhe nuk ka shumë hapësira e elasticitet të madh për tu interpretuar dhe për të krijuar mundësi që të prapësosh një rezultat zgjedhor. Duhet të kesh prova të forta. I ka sipas jush? Nuk e di këtë gjë. Si për shembull, mund të tregosh shumë mirë me prova që në një qendër votimi po janë tjetërsuar votat.
mund të gjesh në 100 vota, 10 vota të jenë dhënë kundërshtari tjetër. Por, kodin zgjedhor, po, dakord, është shkelur. Ai që e ka shkelur do përgjigjet përpara ligjit, por nuk e ndryshon dot rezultatin. Por zgjedhjet nuk do të prapsohen sepse 10-ta është më pak se sa 12-ta, që është diferenca midis humsit dhe fituesit. E qartë, pra ky numër nuk e ndryshon dot rezultatin. Jo vetëm të cilësh prova që tregon që vërtet është ndërhyrë, është keq ndërhyrë në proces, po edhe prova të cilat kanë mundësi si të tilla që të tregohet nëpërmjet tyre, që nëse pranohet, ato kanë ndikuar në ndryshimin e rezultatit. Me qenë se jemi të kjo, 17.000 votat e pavlefshme të Tiranës mund të ndryshojnë diçka dhe referuar kërkesës që është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga besoj partitë e opozitës. Linde drejta për rinumërimin e tyre, zoti? Shiko, në qoftë se sjell në fakte që janë të pavlefshme këto vota, patjetër, sepse, shiko, mjafton që të bësh një kërkesë me kodin zgjedhor që neve kemi tashmë të ndryshuar, nëse kujtohet, dikur nuk e kishin mundësi që të hapeshin kutit dhe të rinumëroheshin votat. Sot mjafton që 2 antarë të komisionit rregullatorit në këtë rast të kërkojnë që të vlerësojnë votat dhe bëhet një gjë e tillë. Janë bërë. Ka kërkuar, për shumë, kujtoj, LSI-ja ka kërkuar në zgjedhjet 2021-shit në Durrës që të hape një kuti, a 2 kuti sa qenë, dhe të rinumëroheshin votat në Berat po ashtu. Kemi rezultatit në Kamës dhe në këto bashki që ishte me votim elektronik. Pra në një farë mënyrë le të themi hapje kutish mund quhet edhe ajo. Absolutisht, pra në qoftë se ti ke prova, ke indicie që tregon këtë që thatë juve, atëherë po, kërkohet dhe vlerësohen votat. Pastaj se çfarë efekti do ketë kjo, varet nga numri vota që ti do vlerëson nëse bëjnë apo jo diferencën. I njohu Amerika zgjedhjet me reagimin që bëri ambasada amerikane, zoti Kume? Shiko, jo vetëm Amerika, po kushdo tjetër i huaj, nuk është ai i cili do të njohë në kuptim që do ta certifikojë rezultatin apo jo. Vetë rëndësinë që mbahet mesazhi i Amerikës në Shqipëri. Patjetër. Shiko, mesazhet që vinë nga ndërkombëtarët kanë vlerën e tyre, kanë vendin e tyre për të pohuar pas kësaja dhe për të pranuar pas kësaja se procesi rodhi në linjat kryesore të tij sipas rregullave të gjithë pranuara, por vetëm kaq, nuk e më tepër se sa kaq, pra nuk mund të përdoret për mua, nuk mund të përdoret një deklaratë e një ndërkombëtari, i cili do qoftë ai, si argument për të treguar që ky proces zgjedhor nuk duhet pranuar në Dakor, po nga historia që ju keni ndjekur zgjedhjet në Shqipëri, edhe i përfshirë drejt për së drejti, edhe duke i parë nga jashtë si ekspert. Si do ta lexoni atë mesazh të ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës se u lexua ndryshe nga palë të ndryshme? Dhe që lexohet ndryshe nga palë të ndryshme, kjo s'përbën më njëri, sepse çdo deklaratë tuaja lexohet ndryshe nga palë të ndryshme, unë do të thosha diçka tjetër që ndryshon. Ndryshon ky qëndrim ose kjo mënyrë të shprehurit të asaj çka qeveria e Shtetit Bashkuar mendon dhe vlerëson se ka ndodhur në procesin zgjedhor, me atë që mendoi dhe deklaroi në zgjedhjet e 2021-shit. Kujtoj që zgjedhjet e 2021-shit ishte jashtëzakonisht entuziaste, le ta quajmë, deklarata e bërë nga ambasada e Shtetit Bashkuar këtu në Shqipëri për atë çka ndodhi në procesin zgjedhor. Ndryshimi është goxha i madh midis atij qëndrimi, aq entuziasta të krijonte përshtypjen sikur që vetë ambasada në garë dhe jo në shqiptarët në garë me njëri tjetrin, me qëndrimin e sotëm, i cili është një qëndrim korrekt, normal, në termat normale diplomatike. E qartë. Duhet ndalem pak tek një rasti një deputete të Partisë Demokratike që është aktualisht në qarkun e Durrësit, e cila thotë se unë dua mandatin e deputetes pavarësisht se në listën e hapur ka fituar vetëm një dhe ai është burr, por në total lista e Partisë Demokratike të Durrësit ka 6 deputet tani më të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. 5 janë burra dhe është vetëm një grua tek lista e mbyllur. Lista e mbyllur dhe lista e hapur, sa i takon kvotës gjinore, janë të ndryshme apo shikohen në total si një e njëjtë kur vjen puna për përfaqësimin e kvotës gjinore, zoti? Jo, shikoj, ligji megjithëse një subjekt zgjedhor garon me një listë, me këto që u bën ndryshime në kodin zgjedhor në fund fare, një njëjti subjekt garon me 2 lista. Me një listë i cili thotë listë mbyllur, pra nuk ndryshon renditja, dhe lista tjetër e cila vini është e plot për nga numri i kandidatëve. Po, 14 kishte qarku Durrësit, 14 ishin në listën e hapur. 14 janë dhe emrat. Dhe që kur ndahen mandatet e fituara nga subjekti zgjedhor, secila konsiderohet më vete. Lista e parë nuk bën dot asnjë, i çfarë. E qartë, po. Ai që institucioni që thotë po ky e ka marrë mandatin, apo kurse lista e dytë konsiderohet për ndarjen e mandateve vetëm pasi rirenditen sipas votave parapërkyese që marrin kandidatët
nga votuesit dhe pastaj se çfarë ndodh në listën e mbyllur lidhur me këtë çështje që thoni juve, pra respektimin e kuotës gjinore, kjo mbyllet me atë listë dhe nuk ka efekte në listën e hapur. Lista e hapur trajtohet ballë për ballë kësaj kërkese më vete. Pra, kërkesa nuk qëndron. Në qoftë se i pari dhe ka vetëm një mandat të fituar subjekti zgjedhor, siç është rasti tuaj, është i gjinis mashkull, apo jo, ai e merr mandatin. E qartë. Nuk ka rëndësi se në listën që kanë fituar, listën e mbyllur që kanë fituar 5 mandate, apo jo, atje janë 4 janë burra dhe vetëm një është grua. Nuk dikon ajo se. E qartë, sepse konsiderohen se dy lista të ndryshme. Kështu e ka të shkruar Kodi zgjedhor. Po ta lexojmë me vëmendje, thotë ndarja e mandateve në listën e hapur dhe për efekt për efekt të kodit zgjedhor thotë vetëm kur bëhet zvendësimi. Në fakt e trajton më vete pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Po kur bëhen zëvendësimet tek lista e mbyllur dhe tek lista e hapur. Po, kur bëhen zëvendësimet, po. Duhet të ketë zëvendësim grua me grua gjithmonë, zoti Kume? Jo. Në këtë listë që kemi tani, nga këto zgjedhje. Grua me grua ose në Tiranë burr me burr. Apo. E kuptoj, po, duhet të jetë pra në bile në Tiranë diçka më shumë bile. Grua me burr. Ikën grua dhe nga lista për shkak se në Tiranë ka më shumë, sepse ka shumë janë 10 gradë 9 burra në listën e Tiranës që takon forcat politike. Është tjetër gjë ndarja e mandateve që bëhet me vendimin kur shpallet rezultati i zgjedhjeve, është tjetër gjë procedura e zvendësimit kur krijohen vakanca, se si vepron ky mekanizmi i ruajtjes së përfaqësimit gjinor. Si u duken pretendimet e Partisë Demokratike për votën e diasporës? Ne kemi transmetuar sot një kronik ku kryetari Sali Berisha tha se patronazhistët janë bërë pjesë e këtij procesi dhe se është shkelur kontrata me DHL-n dhe pjesë më pas u bë edhe Posta Shqiptare. Gjitha këto pretendime. Atëherë se sa patronazhistë janë bërë pjesë e këtij procesi, mbetet që përveç pjesës apo që thamë që konsumit që të domosdoshëm deklaratës politike që është vazhdimisht shoqëruese e asaj çka artikulojnë partitë politike që marrin pjesë në një proces zgjedhor, mbetet të vërtetohet në qoftë se ka ndodhur një gjë e tillë, ashtu sikurse efekti i patronazhimit është shumë herë më i madh sepse janë shumë herë më tepër vota që mblidhen këtu në Shqipëri, apo nga zgjedhësit shqiptar, në krahasim me atë që mund të ketë ky efekt tek vota e diasporës, janë vetëm 1/10, 10% janë të votave gjithsejt, ata që kanë votuar. Dhe që nuk ndryshojnë, vetëm rezultatin e fierit ndryshoi vota e diasporës, nuk ndryshoi këtë gjë. Dhe që ndërkohë, nëse do konsiderohet ky si një ndër faktor, si një ndër provat që kanë ndikuar në procesin zgjedhor, pra ka deformuar votën, është domosdoshmë që të vërtetohet dhe shumë tepër harxhoni energji, do thosha unë, partitë e opozitë harxhojnë energji për të treguar se vërtet ka ndodhur me prova kjo gjë si rezultat i veprimit të patronazhistëve këtu në Shqipëri, se sa ndeja. Pra, është e mirë kuptuar, është e kuptuar deklarata në aspektin politik dhe përbajtjes politike që ka, por në realitet shumë e zorshme që kjo deklaratë të përbëj provë për të ndikuar pasaj në gjykimin e rezultatit. A duhej që Partia Demokratike të propozonte formën e votimit elektronik nga ana e emigrantëve, zoti Kume, mund të ishte ajo më e sigurt apo ndërhyrjet kibernetike mund të vinin sërish në pikpyetje besueshmërinë e procesit? E njëjta gjë do të ndodhte për mua, do thoshim po ndryhy, por shikoj, një herë patronazhimin edhe mënyrat votuarit nëpërmjet teknologjisë, pra nga jashtë, elektronikisht nuk e përjashtonte, apo ja, sepse nuk është puna si votojnë në flet apo votojnë në celular. Me qartë. Ju thonë që procesi nis përpara. Sa ju ndikua për patronazhin nuk i bën asnjë gjë. Pastaj, asaj tjetër mund të jepte dy efekte të tjera, por efekti i parë shumë i rëndësishëm, apo jo, është kostoja e madhe që u pagua për këtë mënyrë të votuarit. Nuk do ta kishim këtë kosto dhe por ama rezultati do të ishte shumë më vulnerabël ndaj goditjes së humbësit. Apo jo. Pse? Sepse do të thoshë u hakerua procesi. Po. Dhe nuk e gjën dot. Ai është më vështirë më pas se dot, se ta gjesh nuk ligjur kjo gjë. Kurse kjo tjetër nëse ka ndodhur vërtet ashtu siç kërkohen prova sot, janë kërkuar celibashit prova për këtë gjë, që ka votuar jo zgjesi, po ka votuar postieri në vendin e tij, apo kam dëgjuar që flasin gjë të nxjerr një postier që është nga e pashat që kishin nxjerrë në rrjetet sociale nga Divjaka që punon postier atje dhe ky tashin pas ka votuar për ty, po
vërtetohen një gjë të tillë dhe absolutisht është e mirë pritur që të konsiderohet pas saj jo si provë e cila mund të përmbysë rezultatin, të kthejë rezultatin, sepse të gjitha ato votat, sa u bën, 200.000 vota që erdhën, nuk patën ndikim në rezultatin përfundimtar. Përveç qarkut të fjerit edhe përveç të ndryshuan rezultatet e kandidatëve brenda partisë në Lezhë dhe në Kukës. Nuk është puna brenda kandidatëve, është brenda forcave politike përballje. Dhe siç e thash pak përpara, kodi zgjedhor është shumë i ngurtë për këtë gjë. Apo vërtet që ti mund të japësh prova, por këto prova duhet të tregojnë që kishin peshë të tillë që ndryshuan rezultatin. Pra është e pamundur me votën e diasporës që të harish të godasësh rezultatin si të tillë dhe të kërkosh përsëritjen e zgjedhjeve. Godit standardin është tjetër gjë. Por rezultatin nuk e ndryshon. Rezultatin besoj që ta godal, nuk arrin dot. Çfarë ndodh me këtë teknikalitetin që zgjodhen disa parti që gjasme tani ndoshta gjasme kjo është edhe pak paragjykuese si shprehje, po që thanë se ne do të vendosim emra fiktiv në listën e mbyllur dhe në listën e hapur do të garojnë individët politikë që më pas në momentin kur të fitohen zgjedhjet, ai i pari do të jap dorëheqjen dhe të tjerët më pas do ta fitojë. Po si bëhet kjo dorëheqja, se për shembull Tirana ka 12 kandidat, duhet të dorëhiqen të gjithë njëri pas tjetrit, sa kohë kërkon si procedurë derisa ai listë sa për të marrë mandatin zoti Kume. Në qoftë se nuk e kanë bërë deri sot, pra, nuk e kanë bërë deri përpara ditës së zgjedhjeve që duhet për mua dhe unë e kam këshilluar këtë gjë. Ju, të gjithë ta kandidatë që u regjistruan, pra e kaluat procesin e regjistrimit tash edhe të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, çojnë në komision një nga një të depozitojnë deklaratën e notarizuar që ishin dorë nga kandidimi dhe mbyllej procesi. Po si mbyllej procesi? Emri i tyre nuk do ishin në fletën e votimit? Po s'është emri i tyre në fletën e votimit. Asnjëri se ka emrin në fletën e votimit. Pse është pjesë e mbyllur? Po pra, asnjëri nuk ka. Por edhe në qoftë se emri i tyre do të ishte në listë, nuk përmendej asnjë gjë, hiç fare. Kujtoj që në listën e zgjedhjeve, në zgjedhjet 2021-shit, apo 2017-s, se kanë parasysh kemi patur emër që nuk ishte më. E kuptoj. Apo ja. Ai mbeti në listë. Pra lista pasi miratohet nuk ndryshon më. Por kam përshtypjen duhet të keqë emri Bashkim Finos. Emri Bashkim Finos gaboj. Po. Ka qenë një prej zgjedhjeve emri Bashkim Finos. Po. U nda nga jeta dhe i takoi procesi. Ndërkohë lista e zgjedhjeve që miratuar. E qartë, e kuptoj. Nuk mund ndryshon, pra mund votohet edhe për të. E kuptoj. Kush nuk e dinte që. E kuptoj, po, kuptoj, është qartë shumë. Edhe në të rast, në qoftë se këto parti politike nuk e kanë bërë këtë gjë, që duhet ta kishin bërë për mua, këtë gjë për ta shpënd deri në fund dhe mos i krye asnjë risk vetes tyre. Po kur nis shpërndarja e mandateve, duhet që ta shpërndajnë njërit nuk e pranon apo bëjnë të tillë deklaratë. Nëse secili prej tyre do kishte dorëzuar përpara ditës së zgjedhjeve deklaratën dorëheqjes komisioni që pra ja jepte direkt personin që kalonte direkt te lista e hapur. E qartë. Në qoftë se nuk e kanë bërë këtë gjë, fillosh një proces goxha i gjatë. Sa kohë do të marrë zoti Kume? Varet se si duket se është 2 muaj për secilin nga kandidatët, si derisa ti ta jep nuk e pranon pastaj. Jo, ai ndodh vetëm kur ti e ke marrë një mandat dhe e lë. Kurse ky mund t'ja japi Celibashi, vendosë të jep mandatin, ty dhe ti me njëherë deklaratë që nuk e pranon mandatin, pra jep dorëheqjen aty mandat. Po, kështu do të bëhet për të 12 listës mbyllur. Secili prej tyre, patjetër, secili prej tyre. Sepse Celibashi është i detyruar që t'i japi njëri pas nëse është i mandati fituar, t'i japi njëri pasi derisa të shterojë listën mbyllur 12 veta. Dhe kjo kohë sa kërkon kohë? Nuk është se nuk kërkon kohë, sepse mund të bëhet edhe brenda ditës kur jeton një gjë e tillë. Sepse edhe një në qoftë se kjo dorëheqje jepet më njëherë sa po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të jep mandatin. E ka shpërndar mandatin. Jo pasi ti të presësh të vesh në kuvendin e Shqipërisë të bësh betimin dhe pastaj të kërkosh. Pastaj hyn kjo periudha 2 mujore. Pastaj ajo është periudha e cila nuk u respektuar në rastin e djegjes së mandateve, por tash s'ka pse mos ta respektojnë. E qartë, lash jo pa qëllim për në fund procesin e bashkive duke në quajtur në një farë mënyrë zgjedhjet e pjesëme në disa bashki, siç e thash kemi bashkinë e Matit ku ndërhoq Agron Malaj, bashkinë e Tepelenës ku ndërhoq Tërmet Peçi, bashkinë e Beratit ku ndërhoq Ervin Demo, të tre janë tani më deputet të zgjedhur të Kuvendit të Shqipërisë dhe mbetet për të parë në bazat e afateve ligjore se kur mund të ketë zgjedhje atje, duke patur pikpyetjen e madhe të Bashkisë së Tiranës, kanë kaluar 3 muaj që nga koha kur është arrestuar Ion Velia, dhe kemi edhe rastin e Rogozhinës kur kryebashkia ka është dënuar me një vit burg me vendim të shkallës parë, po ai thotë nuk e jap dorëheqjen deri në një vendim të formës së prerë. Rogozhinën e lëm për momentin më një anë se nuk e di çfarë artifice ligjore ka. Fillimisht e nisëm nga Tirana zotë ku me çfarë ndodh pasi kanë kaluar 3 muaj që Ion Velia nuk futet dot më në zyrë sepse është në burg. Ligji për vetë qeverisjen vendore ka fare të qartësuar një gjë të tillë, thuhet në këtë ligj që një ndër
shkaqet të ndërprerjes mandatit të zgjedhurit vendor është në rasti kur ai në mënyrë të vazhdueshme për një periudhë 3 mujore nuk paraqitet detyrë, nuk shkon në zyrë, që është ndryshe nga zgjedhur deputet siç ndodhi me Berishën që nuk shkoi për 11 muaj. Ndryshimi që ndron në faktin që për deputetin kërkohet 6 muaj dhe jo 3 muaj, por ama 6 muaj të pa justifikuar. Pra, në qoftë se justifikon, nuk vepron. Edhe kur qenia në burg quhet justifikim. Në rastin e deputetit. Si që ishte rasti Berishë që i ndaluar, nuk shkonte dot. Kurse në rastin të zgjedhurit vendor, kryetar bashkie, nuk është kështu, thot vetëm mjafton që ti të konsumosh këtë gjë, pa të mos jesh 3 muaj i rresht në zyrë dhe pas kësaj më njëherë i lindet drejta dhe ligji për vetë qeverisjen vendore i kërkon Këshillit Bashkiak që të hyjë në veprim. Veprimi i tij është marrja e vendimit për ndërprerjen e mandatit. Pasi ndërpritet mandati me vendim, pasi Këshilli merr këtë vendim, ja dërgon këtë prefektit dhe prefekti vën në ndjeni qeverinë, kryeministrin. Pra, gjendje ministrave. Është kryeministri i vendit, pra është kryeministri i cili vendos ndërprerjen e mandatit. Në zbatim të kësaj kërkese të ligjit për vetë qeverisjen vendore. Dhe pasi ai vendos ndërprerjen e mandatit, pasi e vendos të gjë, duhet me të njoftoj zyrtarisht Komisionin Presidentin e Republikës. Sepse Presidenti i Republikës mund të vjet veprim vetëm pasi njoftohet zyrtarisht. Pra ky mund t'ia ndërpresë mandatin, por nuk shoh shkresën, mbetet gjëja. Nuk bën zgjedhje. A e kuptoj, po. Dhe Presidenti i Republikës ka më pas 45 ditë kohë? 45 ditë, po. Pra, në qoftë se kjo gjë Këshilli Bashkiak ndodhet tash dhe procedurat mbarojnë brenda 1 javë, 2 javë, ne do kemi zgjedhje përpara gushtit, mund të kemi zgjedhje. Çfarë ndodh me një artifis që thonë se ndoshta në rastin e Veliajt pritet një vendim nga gjykata e lartë. Pra nëse gjykata e lartë në një farë mënyrë e quan po themi të padrejtë apo vendos ta lirojnë Veliajin, ai ka të drejtë të rikthehet prapë sekretari i Bashkisë Tiranës? Nuk ka lidhje fare me këtë gjë. Nuk ka lidhje fare. Do të thotë, çdo të thotë nuk ka lidhje. Këshillit Bashkiak i lind detyrimi, jo vetëm me drejta, po dhe detyrimi që të trajtoj gjën, pra të trajtoj mandatin të marrë vendimin për ndërprerjen e mandatit dhe caktimin pastaj të një nënkryetari që me detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, menjëherë, dhe tash ka kaluar koha habile, pasi mbushen 3 muaj që kryetari i Bashkisë nuk hap zyrën, nuk shkon në zyrë. Me 10 maj janë bërë 3 muaj, kanë kaluar 19 ditë nga ajo periudhë. Duhet të kishte ndodhur një gjë tjetër. Pra, këshilltarët duhet të thrasin mbledhjen e Këshillit dhe ta realizojnë gjithë. Kështu e thot ligji. Pastaj se çfarë mund të bësh është tjetër gjë, mund ta zvarrish sa të duash. Po me bashkitë që dhanë ndërheqjen kryebashkiakët, si funksionon zoti Kume? Atëherë do njoftohet Presidenti i Republikës që këta kanë marrë mandatin, e deputetët dhe mandatin edhe praktikisht mandati i tyre është ndërprerës, sepse janë pa pajtueshme me njëra tjetrën, dhe Presidenti i Republikës shpall me njëherë datën. Po si do njoftohen se kanë marrë mandatin? Duhet pritet shtatori që këta të marrin zyrtarisht mandatin apo fakti që thjesht kanë marrë mandatin nga Tash jo shtatori, jo shtatori. Jo thash me që tha. Shiko, marrja e mandatit bëhet në momentin kur e firmon Celibashi. Ai shtatori është kur ti e fillon dhe honorifike po që betohet. Jo honorifike, kur ti e ushtron, kur fillon ta ushtrosh mandatin. Para ta bësh efektiv mandatin, se nëse nuk vete në shtator, të bësh betimin, mandati s'bëhet efektiv. Pyetja e fundit, folëm edhe për Rogozhinën apo aty pa një vendim të formës së prerë çdo gjë vazhdon normalisht? Aty është, po, kjo është situata që mund të vazhdoj, por dhe për atë vepron e njëjta logjik. E njëjta logjik me këtë të zotit Veliaj. Ka 3 muaj që nuk është paraqitur në detyrë, Këshilli i Bashkisë dhe Rogozhinës mund të fillojë procedurën për ndërprerjen e mandatit, marrën vendimin e tij, njoftimin e kryeministrit, vendimin e kryeministrit, pastaj mund ta ankimojë vendimin e kryeministrit. Po, është tjetër gjë ajo. Se ta ankimojë sa dosh ai atë, por s'ka vlerë për mua, pasi duhet ishte bërë, bile, çudi pse nuk është bërë, nuk mund të presim ne që të merret vendimi, sepse për veprën që ka konsumuar, që prezumohet i pafajshëm natyrisht, por ama
Nuk vete do të zyrë, derisa nuk vete do të zyrë, ligji thotë 3 muaj se rrën zyrë, fillojnë procedurat për të skualifikuar nga gara. Dhe në fund fare, me qenë se jeni njohës i mirë i ligjit, ish deputeti demokrat Ervin Saljani ka kërkuar lirinë sot me kusht me argumentin se ka kryer 2/3 të dënimit. Dënimin pra kërkesën e ka bërë tek gjykata e Fierit. Ka gjasa që ti pranohet apo kjo duhet të parë sjellja dhe patjetër ka një varg arsye. Ose një mënyrë të arsyetuar dhe mund të ndodhë s'ka asnjë gjë, por kjo nuk do të thotë asnjë gjë që me mandatin e ka bërë pjesën për karrierën politike të tia. Për 5 vite ai do të mbetet, nuk mund të jetë i zgjedhur, mund të jetë drejtues i partisë, more. Po, drejtues partie mund të jetë ai, s'ta ndalon njëri gjë. Të jetë kryetari i partisë. Por ama të ushtroj funksionet të tilla si kjo, deputet ligjvënës, drejtues, po. Është, ja. E qartë. Ishte shumë kënaqësi që ju kisha, shumë faleminderit për gjitha sqarimet zoti Kume.